Të dashur teleshikues, ju përshëndes, po fillojmë lajmet në televizionin 4+. Festa e vreshtarisë është kthyer në një traditë për zonën e Allkaj. Fermerët reklamuan në panajir prodhimet e vreshtarisë dhe të gjithë prodhimet e bujqësisë, duke theksuar rëndësinë e bujqësisë në këtë zonë. Festa e vreshtarisë me panajirin lokal është kthyer në një traditë për zonën e Allkaj. Banorët, fermerët, vizitorët dhe mbi të gjitha fëmijët u mlodhën së bashku për të festuar prodhimet e vreshtarisë dhe të gjitha prodhimet e bujqësisë. Përmes reklamimit të këtyre prodhimeve tregohet lidhja e fortë e fermerëve me tokën, por edhe traditat që u prezantuan bukur përmes recitimeve, valleve, gatimeve tradicionale dhe punimeve artizanale të përgatitura me kujdes nga fëmijët e shkollave Allkaj dhe Toshkës. Se kërkon të bëhesh bletë, thotë vogëlushja letë, kam dëshirë të bëhem bletë, të shëtis në çdo pranverë, në për lulet plot me erë, dhe në prill dhe në maj, të bëjmë mjalë për kalamaj, kam dëshirë më në fund, që të kem edhe një thumë, kush flet fjalët të pahishme, a shke lule në lulishte, unë prapa të qurmoj, cëkte thumbi ta thumboj. Përveç rrushit të binin në sy edhe prodhimet e verës artizanale, me të cilën banorët krenohen për cilësinë që ka. Në fest mori pjesë dhe kryetaria e bashkisë Eriselda Sefa, e cila përshëndeti këtë traditë të bukur dhe vlerësoi zhvillimin e bujqësisë, e cila është e lidhur ngushtë me zhvillimin e zonës. Jam shumë e lumtur që këtë traditën e bukur të festave lokale ne po e vazhdojmë në çdo njësi administrative dhe sot jemi në njësinë administrative Allkaj, të cilën e kemi simbolizuar me rrushin për shkak të sipërfaqes së madhe të vreshtave që ka kjo zonë. Nëpërmjet këtyre festave lokale ne duam të promovojmë punën e këtyre fermerëve të palodhur dhe duarart, por patjetër të organizojmë edhe aktivitete kulturore dhe shlose për të gjithë banorët e kësaj zone. Aksident në aksin rrugor Fier Lushnjë në vendin e njohur si kryqëzimi i Vajkanit. Nga përplasja e 2 automjeteve, një 60 vjeçare ka ndërruar jetë dhe 2 të tjerë janë plagosur. Një aksident i rënd rrugor ka ndodhur mesditën e sotme në aksin rrugor Fier Lushnjë, në vendin e njohur si kryqëzimi i Vajkanit. Ngjarja ka përfshirë 2 automjete, mjetin tip BMW dhe mjetin tip Citroen, të cilat janë përplasur me njëra tjetrën me pasoja tragjike. Fillimisht u raportua për 3 persona të lënduar, të cilët u transportuan me urgjencë drejt Spitalit Rajonal të Fierit, por mësohet se një prej tyre, një grua, nuk ka mundur të mbijetojë plagëve të marra dhe ka ndërruar jetë. Forcat e policisë rrugore mbërritën menjëherë në vendngjarje duke bërë të mundur izolimin e zonës dhe devijimin e qarkullimit, i cili për disa minuta u paralizua për shkak të grumbullimit të automjeteve në të dyja drejtimet. Qarkullimi u stabilizua me vështirësi në drejtimin e patrullave të policisë. Grupi hetimor ka nisur punën për të zbardhur rrethanat e këtij aksidenti, ndërsa po merren në pyetje dëshmitarë që ndodheshin pranë momentit të përplasjes. Mësohet se emri viktimës është Mariana Kovaçi, rreth 60 vjeçe. Gjithashtu nga burimet spitalore bëhet me dije se 2 të lënduarit e tjerë ndodhen nën kujdesin e mjekëve dhe po marrin trajtimin e nevojshëm, ndërsa gjendja e tyre shëndetësore mbetet për tu monitoruar. Kryeministri Edi Rama ndodhet në Bruksel për hapjen e 4 kapitujve të rinj të negociatave për antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Marta Kos deklaroi se shpejtësia e Shqipërisë është mbreslënëse. Kryeministri Rama ka ndarë mëngjesin e sotëm një mesazh në rrjetet sociale duke njoftuar me krenari hapjen e 4 kapitujve të rinj të negociatave për antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Me këtë zhvillim, numri total i kapitujve të hapur nga Shqipëria shkon në 28, një arritje konsiderueshme në një periudhë relativisht të shkurtër. Kryeministri Rama dhe Komisionerja Evropiane për zgjerimin Marta Kos mbajtën një konferencë për shtyp në Bruksel. Sot, celëm një tjetër grup kapitull, që në fakt përbëjnë 5 grup kapitull në 11 muaj, dhe me sa di unë, ky është një rekord. Presim me padurim të çelim grup kapitullin e fundit përpara mbylljes së këtij viti. E di që është shumë ambicioze, por është ajo çfarë duam të bëjmë. Dhe me shpresë do ta bëjmë së bashku. Dhe siç e thatë, ashtu siç e theksoi edhe Marta,
Kjo nuk ka të bëjë vetëm me marrjen e një shpërblimi një herë për gjithmonë, por të realizohem çdo ditë. Dhe ne e dim që ka sfida, e dim që duhen bërë shumë përpjekje, por e dim edhe që nuk ka asnjë rrugë tjetër. Dhe më së fundi, kjo është hera e parë për ne në histori që zgjedhim lirisht me kë duam të martohemi. Jemi martuar me detyrim me perandori të tjera në të shkuarën. Kështu që kjo është një perandori pjesë e së cilës duam të jemi, një perandori vlerash. Marta Kos u shpreh se shpejtësia e Shqipërisë është mbreslënëse. Ajo i than kryeministrit Rama që të vazhdojë me këtë ritëm. Shpejtësia e Shqipërisë është mbreslënëse. Kjo na çon në 5 grup kapituj të hapur dhe 28 të çelur. E di që presidenca daneze dhe vendet anëtare janë të përkushtuara për progres. Do të jetë më shpejt më lart edhe një punë në ekip. Ky rezultat është rrjedhoj e punës së autoriteteve shqiptare, pavarësisht zgjedhjeve që janë zhvilluar. Vendi juaj i dashur kryeministër tregon se mund të bëhet edhe BE e shpërblen këtë ndryshim pozitiv. Vazhdoni me këtë ritëm. Është e rëndësishme të nisim të mbyllim kapitujt sa më shpejt që të jetë mundur. Grup kapitulli që kemi të çelur sot është Agjenda e gjelbër dhe ndërlidhja e qëndrueshme. Reforma që përmban është mbrojtja e pasurive natyrore të Shqipërisë. Transporti në këtë kapitull do të ndihmojë në përmirësimin e rrugëve dhe transportit. 91% e qytetarëve shqiptar janë pro antarësimit në BE dhe janë shifrat më të larta nga vendet kandidate. Jemi një hap më pranë arritjes së qëllimit, u shpreh Kos. Qeveria fut në kuvent projekt ligjin për barazinë gjinore i cili ka ndryshuar nga drafti fillestar, duke mos përcaktuar një ndarje të prerë burr dhe grua. Projekt ligji i ri për barazinë gjinore i dorëzuar këto ditë në parlament ka ndryshuar ndjeshëm nga drafti fillestar, duke zëvendësuar konceptin tradicional të burrit dhe gruas me një përkufizim gjithëpërfshirës të gjinisë. Kjo është tentativa e dytë e kryeministrit Rama për të futur këtë ligj në kuvent. Herën e parë, projekt ligji u rrëzua nga gjykata administrative duke hedhur poshtë vendimin e Komisionit për mbrojtjen nga diskriminimi kundër pastorit Akil Pano. Vendimi lidhet me iniciativën e komunitetit LGBTQ që kërkon zëvendësimin e prindërve me termin prindi 1 dhe prindi 2. Sipas tekstit të ri të depozituar fshehurazi në kuvent, gjini përfshin identitete të tjera përtej binaritetit burr-grua, duke u lidhur me barazinë dhe mos diskriminimin për identitetin dhe shprehjen gjinore. Drafti fillestar në 4 i publikuar për konsultim në mars e kishte qartë. Gra dhe burra në kuptim të këtij ligji nënkupton edhe vajza dhe djem. Gra dhe burra duke përfshirë vajzat dhe djemt, por gjatë konsultimeve Aleanca LGBTQ kërkoi zgjerimin e përkufizimit për të përfshirë identitete të tjera gjinore, kërkesë që u pranua nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale. Ky ndryshim nuk është thjesht një çështje gjuhësore, futja e termave gjithëpërfshirëse dhe shprehje gjinore i jep status juridik identiteteve të reja, pa dhënë një listë të qartë të tyre. Në debatet ndërkombëtare studiues flasin për më shumë se 70 identitete të mundshme, duke vështirësuar zbatimin praktik të ligjit. Projekt ligji parashikon gjithashtu kuota të detyrueshme për përfaqësimin gjinor në pozita drejtuese, nga 30% deri në 50%, jo vetëm në sektorin publik, por edhe në privat. Objekti i zbatimit përfshin të gjitha institucionet vendimarrëse dhe administratën publike. Kritikët konservatorë ngrenë shqetësimin më të madh, si do të zbatohet kuota kur numri i gjinive nuk është më vetëm 2, me 2 gjini gjithçka është e qartë, 30% gra dhe pjesa tjetër burra ose 50% me 50%. Por nëse njihen 4 identitete, secila me 30% kuotë, totali arrin 120%, një gjë e pamundur për të zbatuar në praktikë. Euro u këmbye të hënën me 96.91 lek, niveli më i ulët historik i shënuar deri më sot, sipas kursit zyrtar të këmbimit të Bankës së Shqipërisë. Euro u këmbye të hënën me 96.91 lek, sipas kursit zyrtar të këmbimit të Bankës së Shqipërisë, duke shënuar nivelin më të ulët historik deri më sot. Euro e ka nisur javën me një rënje të mëtejshme në kursin e këmbimit dhe ka rënë për herë të parë poshtë nivelit të 97 lekëve. Kursi euro-lek vazhdon të jetë në rënje me bazë vjetore, por kjo rënje është më e ulët me 2.4%. Ecuria e kursit tregon se rënja e euros ka tejkaluar madje dhe nivelet e periudhës korrigusht që shënon edhe pikun e sezonit veror. Sipas agjendëve, rënja e mëtejshme e euros dëshmon një ofertë të lartë dhe më të shpërndar gjatë vitit të monedhës evropiane. Kjo mund të shpjegohet me zgjatjen e sezonit veror, por edhe me një bazë më të gjerë të prurjeve valutore që nuk lidhen vetëm me turizmin.
Banka e Shqipërisë ka rinisur blerjet e valutës qysh në tremujorin e dytë të këtij viti me qëllim frenimin e forcimit të mëtejshëm të lekut. Vlerat e blera me këtë qëllim ende nuk janë publikuar, por megjithatë ato vetëm sa e kanë ngadalësuar rënien e kursit e euros pa mundur ta stopojnë atë. Të dhënat e bilancit të pagesave tregojnë se prurjet neto nga turizmi për 6 mujorin e parë të vitit u rritën me afërsisht 8%, shifër kjo ndjeshëm e ulët krahasuar me vitin e kaluar. Në tërësi, deficiti e llogarisë korrente u rrit për tremujorin e dytë të vitit me 19% më shumë krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Por për të gjithë 6 mujorin 2025, deficiti i llogarisë korrente ngelet në rënje me një vlerë totale prej 561 milion eurosh ose 3.1% më pak krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Një faktor tjetër me peshë në rritje gjatë viteve të fundit ka qenë rritja e investimeve të huaja direkte, sidomos në sektorin e pasurive të paluajtshme. Të dhënat e Bankës së Shqipërisë për 6 mujorin e parë treguan se rritja është ngadalësuar ndjeshëm me vetëm 1% më shumë krahasuar me një vit më parë. Rënja e euros dhe forcimi i monedhës vendase në vitet e fundit është ndikuar paralelisht edhe nga politika fiskale më shtrënguese me ulje të deficitit buxhetar dhe të borxhit publik. Për të tretin vit radhazi, balanca buxhetare po qëndron pozitive në pjesën më të madhe të vitit. Mbështetur në të dhënat e Ministrisë së Financave, në fund të 7 mujorit, suficit buxhetar kishte vlerën e 31.6 miliard lekëve. Megjithatë, suficiti paraqitet në nivelet më të ulta krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë, në rënje me 42%. Ky është edicioni lajmeve për sot. Lajmet i gjeni edhe në internet në website-in 4plusmedia.tv. Bashk mirupafshim.